Përshëndetje të gjithëve, jemi këtu te episodi 9 I podcastit të botrorit 2026. Se podcasti 9 është, episodi 9? Po. Wow, kemi bën namin këtë muajin. 9 episode. Ishte nuk kemi qenë të përditshëm se ka pas nga ndeshje, po. Bëm një pushim 2-3 ditë. Nuk është se bëm pushim, po ideja është që kishte nga tek ndeshje, nuk është se kishte shumë ndeshje. Po. E shikoni si jemi veshur? Unë jam bërë me blu, se unë e ndjej që Franca ka shanset mira për ta fituar botrorin dhe kjo Le Blu. Blu vetë kuqe. Le Blu, jo, ti për vetë nuk e të kuqe, ti je si pur Argentinë. Unë jam si Juventusi. E Juventus Argentinë. Pra duket sikur Franca me Argentinën mund të shkojnë në finale, si mendon? Franca me Argentinën, por unë mendoj që Argentina nuk ka surprizuar shumë në këtë botror. Ka fituar çdo ndeshje, si? Po ka fituar çdo ndeshje, por Zvicra është I vetmi shtet që ka qenë në 20 më të mirat botës që pra nuk ndeshjet e Argentinës ka qenë Algjeri, Austri, Jordani, Kebi Gjelbër, që me zor fituan edhe Egjiptin që me zor fituan. Po edhe Egjipti nuk ishte I lehtë. Edhe thonë që është e padrejtë. E di çfarë mendon ti? Edhe unë mendoj që ishte e padrejtë. Duan të favorizojnë Argentinën, mendon? Po. Po pse kështu? Për duan të favorizojnë Messi. Messi e fitoi një botror. Po prap. Infantino është fazi Messit më duket. Ja, nuk do të bëjmë kështu akuzash, nuk do të bëjmë kështu akuzash. Anyway, e pe Francën me Marokun. Marokun? Ajo ndeshje Maroku po mbronte më shumë atje. Maroku po mbronte më shumë atje, si ishte një Marok që e kishim parë më përpara. Po me Brazilin Maroku ishte më agresiv. Po. Edhe I mungon një lojtar si Sajbari, ai që bëri golin kundër Brazilit. Shumë I rëndësishëm. Po, edhe nuk ishte një sulmues që sulmues me shpejtësi që bënte gola. Edhe mund të ishte në kundërsulme. Prandaj Franca në deri minutë 60 nuk gjeti dot portën, por pastaj Mbappéja me një super gol e hapi dhe pastaj Dembélea në 66. Unë s'jam tifoz I Francës me të drejtë, pavarësisht se kam vesh të blun, por besoj që Franca si këtë vit shumë rrallë ka qenë. Kam shumë në çdo ekip që los me Francën kam përshtypjen e ka shumë vështirë. Se ka në çdo repart, qoftë mbrojtje, qoftë mes fushë, qoftë në sulm, e ka të blinduar, e ka të shumë të fuqishëm, nga 2 persona për një pozicion mund të luajnë. Po. Po dje, çfarë ndodhi dje? Dje ne kishim Spanjë-Belgjik. Po. Edhe është e mundur që për një portier Belgjika e humbi. Po mos dëmtoi Courtois për mua Belgjika do të çonte në shtesë atë lojë. Po futën atë portier, por gjithë kjo Belgjik s'ka një portier më të fuqishëm, 24 vjeçar, ai bëri gabim, ai ishte emocionuar. Ai ishin të ri të 2 portierët. Madje ky ishte më I pjekuri. Për ti po më I pjekuri. I tjetri është më I ri. Akoma. Kush u fut? Lamens. Ai është portieri I Manchester United. Ashtu I pari? I pari, po. Po ai ka qenë me United po. Gabimin që bëri I dha e çoi në shtëpi Belgjikën dhe çoi Spanjën përpara. Si do duk ndeshja ti? Ndeshjen e dominoi Spanja, po s'po krijonte dot shumë shanse, edhe pse ndodhi momente për shembull kur kalonte Lamine Yamal, që mori ve lojtarin ndeshjes atë ndeshje. Edhe për shembull kur bëri golin e parë Spanja, unë mendoj që do I bënin vetë nga 3 ose 4, siç është Spanja, por pastaj barazoi Belgjika, e barazoi herët. Edhe gol I bukur që. Që e çoi Spanjën të pastaj një gabim portieri e hoqi Belgjikën, pra ishte ndeshje e barabartë. Në fakt ne po prisim shkote me shtesa ose me penallti me të drejtën se më vjen keq gjithmonë këto ndeshje që shkojnë deri nga fundi dhe pastaj bëhet gol. Po shkohet deri minutë 88, 89, 90. Le të shkojmë me shtesa, të shohim vërtet kush e meriton vërtet. Po Belgjika tregoi që ka një ekip të mirë, një trajner shumë të mirë. Po janë vetë vjetër lojtarë. Por kjo është që ekipi është I zauruar, janë vjetër dhe u pa. Courtois u dëmtua, De Bruyne e largoi po Courtois pati ndeshje të mirë për mua. Pati ndeshje shumë mirë, por pati tërheqje. Prandaj po them që është punë moshe. Por unë do thoj që Belgjika po bën një gjenerat po shumë ngadalë. Ka lojtarë si Doku, edhe De Ketelaere, ai që bëri golin. Po. Vetë sa mbrojtësa, po ata mbase mund të bëjnë më të mirë më vonë, po
them që mbase në 2030 mund të jenë mirë. Mund të mirë. Lukaku do heqin besoj. Lukaku besoj që do lyve pak edhe do heqin. Lukaku e shoh që ai është i fortë në sulm se bën gola, por në fakt për mendimin tim është duhet lozi gjithë ekipi për atë që ai të bëj gol. Që është çika i ka. Po Lukaku është ka 98 gola për Belgjikën. Jo, ka bërë shumë, po them. Po tani nuk besoj se mund të bëjmë aq sa ka bërë. Ka një 2-3 vite që është në rënje, në regres, po themi. Po sot, çfarë presim pas pak minutash? Pas pak minutash. Sot kemi Belgji, jo. Belgjika u ikën shpinë, por mos u ngatrosh. Angli, Norvegji. Sot është Haalandi kundër Bellinghami dhe Kane-it. Kundër Kane-it, me sa i Kane. Pra, golashëruesat ne rreshtove një herë kush janë? Messi, Sa? Messi 8 gola, Po. 1 asist. Mbappé 8 gola, 3 asiste. Haaland 7 gola, si jam i sigurt se asist. Mbase mund ta ketë vend një, po. Në golat e Norvegjisë më shpesh i bën Haaland. Pastaj është Kane me 6. 6 ka Kane. Edhe ka 1 asist Kane duket. Pra sot edhe Dembele me 5, ta them. Sot lozin Haaland kundër Kane. Njëri nga golashënuesët do shkojnë në shtëpi. Me thënë të drejtën, unë nuk e di pse Anglia ka qenë 66-në që nuk fiton në i botror, pra po lutet që Norvegjia s'ka fituar, nuk ka pas pretendime që të fiton në i botror prej vitesh, por Anglia ka pas çdo to vitet e fund ka qenë këtë sezon është mirë, këtë sezon është mirë, por asnjëherë nuk e ka dalë. Por doja të thoja që Anglia më pëlqeu kundër Meksikës, edhe pse se pash, por dëgjova që Meksika në atë stadium që lut Azteca, nga që ishte shumë lart detit, edhe ishte kështu. Edhe s'kishin vetëm një ndeshje kishin humbur nga 60 vite në atë stadium. Edhe Anglia i mundi 3-2. Dhe shënuan 3 gola madje. Po. Anglia është mirë, ka një ekip konsoliduar, ka një Kane të pa mbajtshëm, pra është nga ata që në çdo moment mund të shënojë. Tani të Bellingham nuk e di, loz mirë, po më duket talent si jashtëzakonshëm. Ka lojë shumë mirë këtë botror për mua. Ka loz, ai bën në fakt shumë punë sepse është i fuqishëm dhe në fazën mbrojtëse deri tani. Edhe në fazën sulmuese. Pra ka 2 role që i përmbush mjaft mirë. Po Anglia ka një ekip fizik të fortë, ka një trajner të mirë dhe Anglia që i di t'i vërë në punë gjithë ato elementet Thomas Tuchel. Po. Ai fitoi Champions League me Chelsea. E di. Po i ka vënë vërtet në funksion që secili të lozë për njëri tjetrin, pra ka krijuar një ekip, një bërtham të mirë, di t'i motivoj, di t'i fusi në skemat e tij. Por nuk e di pse Anglia është favorite, por unë doja shumë që Norvegjia të bënte një gjë të lezetshme. Kam një pyetje. Po e fitoi Franca botrorin, kush mendon që do e fitoj topin e art në lojtarin e vitit? Mbappé? Mbase vetë Dembele? Ja, nuk besoj. Mbappé ka qenë më i nga që me klubin më i jetur. Jo, s'është vetëm për botrorin, po Dembele me klubin ka fituar Champions League-ën, edhe Ligën, edhe shënoi gol në finale. Mbase çfarë bën Vegin? Unë do të isha për Mbappé. Megjithatë, dëgjoj tani që po fillon ndeshja. Po fillon ndeshja, të dashur televizikues ju që na ndiqnit, për pak fillon. Po për pak fillon, dëgjojmë komentatorin tani. Atëherë si del ndeshja e sotshme? Angli Norvegjia, një parashikim shpejt se pastaj do shkon ndeshja. 2-0 ose 2-1 Norvegjia. 2-0 ose 2-1 Norvegjia. Pra do fitoj Norvegjia. Po. Toke këtu. Edhe parashikimi im është që Anglia mund të barazoj, por Norvegjia do bëj surprizën. Po parashikimi jot regjisore si është? Regjisore si mendon? Anglia apo Norvegji? Anglia. Pa, do jesh me Haaland apo do jesh me Kane? Atëherë Norvegjia. Po. Mirë. Pra do e mbyllim për sot. Jemi në takimet e fundit podcastit, do vazhdojmë me gjëra të tjera. Jeni do ketë bili një takim të rëndësishëm pas nesër ditën e hënë. Ndiqeni. Kemi një podcast tjetër. Do jemi të ftuar, do ta ndiqni prapë Enën dhe ju lutem, çfarë ti bëni atij butonit të like-ut? Smash dhe të like button në YouTube, na bëni subscribe, ndajeni me shokët dhe me miq dhe na jepni opinionet tuaja, si mendoni, po bën mirë Enja? A do ja kalojmë atij Alban Xhihanit apo? Kush do jetë më i mirë? O komentatori më i mirë sportiv në Shqipëri? Unë, prit, ka shumë radh, po për 13 vjeçar besoj ti mund të jesh. Po. Ja do ta shohim të hënën. Okej, faleminderit që na ndiqni dhe do të shikohemi ditën e ardhshme. Po. Mirupafshim.